Sali Berisha ka quajtur tradhtar, le themi apo takime private, këto takime apo foltore që ka nisur Elvin Saliani. Shikoni një betejë të ashpër dhe duket sikur diçka mund të ndodhë brenda Partisë Demokratike? Po, nuk besoj që është betejë ashme për sa kohë që grupi që ka marrë këtë nismë nuk po tregohet i ashpër nga Berishës. Pra, tu ka ashpërsi të njëanshme. Është Berisha që tregohet me ashpër ata dhe ata të butë me Berishën. Berisha tregohet, ky disproporcionalitet tregon gjendjen ku është Berisha. Pra Berisha është në makt politik. Çdo gjë sado e vogël, sado e butë, sado e brisht, sado pa të keq që mund të jetë kundër tij, atë e turbullon sepse gjendja ku ai ndodhet është shumë problematike. Pse është problematike gjendja ku ndodhet ai? Sepse ai është kundër arsyes. Ai po vepron kundër arsyes. Ndërkohë që nuk mbledh 200, 300 vet, mezi mbledh në shesh. Ndërkohë që kam humbur 3 çekun e votave të dështimit që ka pasur në 2021-shin. Ndërkohë që partia është zhytur komplet në apati, ndërkohë që të gjithë kanë humbur besimin dhe të gjithë mendojnë që logjike është që ai duhet të ikë, sepse ai nuk e ngre dot më këtë parti përkundrazi, po është zhyt gjithmonë shumë drejt shkatërimit. Ai kërkon të qëndrojë përkundër kësaj logjike. Kështu që ai në mënyrë që të qëndrojë aty duhet të masakrohet çdo njeri që ka kurajon dhe shpreh gjëra logjike në atë parti. Kështu që prandaj reagimi i Berishës është i ashpër, ndërkohë që nuk kemi këtë reagim nga vetë ata që kanë nisur. Ajo çfarë po bëjnë ata me takimet e tyre është thjesht të evidentojnë problemet që janë, duke mos fajsuar Berishën për të, por duke u përpjekur që të ofrojnë zgjidhje për probleme. Pra, nga kaq Berisha tmerrohet. Dhe pastaj shpik terma pa lidhje si është angazhim privat. Çfarë thot privat? Po çdo angazhim është personal, edhe foltorja që bëri vetë Berisha ishte private, po ta kapësh në këtë aspekt. Thjesht doli në bazë, grumbulloi njerëz dhe bënte takime me njerëz. Këto po bëjnë këta. Këta njerëz nuk janë, sigurisht, çdo njeri është privat në hesap të vet, po mblidhen dhe po qajnë disa halle publike, siç është partia e tyre. Çfarë kuptimi ka kjo? Është njësoj si termi foltore që shpik Berisha. Nuk është protest, thot, por është foltore. Çfarë thot foltore? Foltore është një mënyrë proteste. Foltore në fakt është thjesht podiumi ku njëri flet në parlament apo në salla etj. Ai emrin foltore ka vënë lëvizjes që ai nisi kundër Bashës 4 vite më parë. Tashmë po bën të njëjtën gjë 4 vite më vonë. Por vetë foltore është protest. Vetë fakti që ai del dhe flet dhe denoncon kryeministin në derën e kryeministrisë është një protest. Ai duke qenë se nuk mbledh dot njerëz në shesh, thotë është foltore dhe jo protest, sepse nuk justifikon dot që protestat i ka me aq pak njerëz. Pra Berisha shpik terma të cilat nuk kanë lidhje me fjalorin gjuhësor, të paktën, po themi fjalorin politik, po as gjuhësor. Këtë gjë bën me këtë, thotë është protest, është angazhim privat, ndërkohë që aty janë strukturat e partisë, të cilat mblidhen sepse janë pa kënaqur me liderin e tyre. Gjesi Mërtire, që më bëri përshtypje është se menjëherë pas foltores apo pas takimit durës të Saliani që fliste për analizë, fliste për përgjegjësi, doli udhëzimi nga Partia Demokratike, madje zoti Berisha tha që do të mbahet përgjegjësi. Ka dhe nga ata tha që kanë punuar për Partinë Socialiste në zgjedhje dhe do të bëhet analiza. Po shiko, jemi në kushtet e një gjendje qesharake, do të thënë nuk mund ta marrë seriozisht këtë që thuhet tani. Pra Berisha, ndërkohë që ka humbur në mënyrë të tmerrshme zgjedhjet, sikur ndonjëherë jo Partia Demokratike, por kur ndonjëherë në parti në këtë gjendje, mbasi nuk ka bërë asnjë protestë, ndërsa ka premtuar revolucion, mbasi nuk ka bërë asnjë gjë për të themi për të bërë atë që ai thotë që nuk do ta lëm Ramën të gëzojë këto zgjedhje, mbasi nuk ka bërë fare një analizë, mbasi nuk ka zbritur në bazë, mbasi nuk ka dhënë llogari. Nuk ka dhënë llogari vetë si generali i humbjes, si kapiteni, komandanti i kësaj humbje, tani kërcënon se do të mbajnë përgjegjësi për humbjen ata të cilët nuk dolën si pra militant apo njerëz strukturash periferike në cep, të cilët nuk bën sa duhet detyrën dhe shkaktuan këtë humbje sipas Berishës. Pra gjithë kjo është thjesht një kërcënim, shantazh banal i Berishës, i vetmi mjet me të cilin ai ditë bëj politik, për të mbjetuar ai vet. Pra ai thotë që kushdo që ngre zërin kundër meje, unë do ta mallkoj dhe do ta godas me rufe si Zeusi. Unë jam Zeusi dhe unë të godas me rufe. Kushdo që ngre zërin do psoj fat të keq dhe do përjashtohet nga partia, do sulmohet nga partia. Kjo është mënyra se si ai mban pushtetin brenda partisë. Ai mban pushtetin brenda partisë duke përdorur partinë
si tokë pushkatimi që kërcënon çdo që ka kurajë të thotë vërtetën dhe të thotë gjëra të arsyeshme dhe racionale. Ai ka shpallur armik arsyen dhe e përdor partinë kundër arsyes dhe kundër kujdo që shkon në anën e arsyes dhe jo në anën e liderit. Kjo është një parti e cila ka humbur toruan, e cila po shkon në nivele qesharake dhe në nivele mjerane, themi.